Сте медијаве, милионите сот nga школа филоре Андреа Савески Кикиш, të rastin e promovimit të këtij investimi për fasadën e shkollës dhe shumë investime tjera që janë bërë në këtë shkollë, të gjithë nxënësve të tetovës dhe gjithë nxënësve t'ju uroj një pushim të mbarë dhe uroj që të kthehen me forca të reja në vitin e ri shkollor. Bëhet fjalë për një investim të ndikon me vlerë mbi 4 milion denar për rregullimin e fasadës së shkollës, me shka kjo shkollë përfundimisht bëhet ndër shkollat e Tetovës e cila i plotson gjitha kushtet edukative arsimore për mësim dhe për mësimzënje dhe sigurisht për aktivitetet tjera të cilat janë në kuadër të gjithë procesit. Me investimet paraprake që janë bërë në këtë shkollë, me sallën dhe me investimet në rregullimin e pjesës së oborit, kjo është ndër shkollat më mirë të rregulluara në komunën tonë dhe është një model se si duhet edhe shkollat tjera të punojnë në drejtim të kushteve më të mira për nxënësit tonë. Prandaj edhe një herë urime edhe për drejtorinë e shkollës, por faleminderime një herë edhe për përkrahjen që është dhënë nga Ministria e Arsimit, nga qeveria, që bashkërisht të krijojmë kushte sa më të mira për fëmijët. Procesi është shumë e gjatë dhe është shembulli më tipik i keqpërdorimit dhe korrupsionit të qeverisë paraprake të BD-s. Ju e dini që një objekt mbeti në skelet dhe u ndru lokacioni tash po punohet në objektin e ri. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit punohet intensivisht që ky objekt të përfundohet në kohë, edhe pse ka disa probleme administrative, me gjatë procesit të nderimit, furnizimit dhe kështu me radhë, po unë besoj që shpejt ato do të kalon edhe ajo shkollë do të përfundohet dhe do të jetë ndër projektet e radhës të cilat do ta promovojnë si një objekt i ri shkollor, por edhe një herë do duhet sigurisht që të sqarohen gjitha ata procedura paraprake dhe pastaj të vazhdojnë edhe të përmbyllet investimi ashtu siç duhet. Tash në bazë të kontratës që ka në bazë të kontratës që ka kompania realizuese, ka afate aty dhe duhet të respektohen ata afate. Ne do të bëjmë një takim më konkret edhe me Ministrinë, edhe me realizuesin e punëve dhe do t'i përcaktojmë edhe ato afate dhe do të kujdesemi që të respektohen ato. Pyetja njëjtë edhe për pasimtarët shqiptarë në me ndryshimet e fundit kushtetuese edhe diaspora shqiptare nga Maqedonia e Veriut është pjesë e kushtetutës dhe është obligimi shtetit. Ashtu siç e sqaroi edhe ministresha, është çështje e organizimit të vetë qeverisë edhe ministrisë, një punë që nuk është bërë në të kaluarën, nuk mund menjëherë të zgjidhet në të ardhmen, por sigurisht që kjo qeveri ka një plan konkret se si dal nga dal edhe kjo çështje të përmirësohet edhe fëmijët të cilët janë nga Maqedonia, të cilë gjitha komuniteteve të kenë mundësi që edhe atje ta mësojnë gjuhën e tyre anëtare. Pra, ne kemi si qeveri një plan, por do duhet në bashkëpunim me diasporën ta realizojmë në periudhën që vjen. Mirë tash, emërtimet e funksionarëve bëhen me propozime të partive të cilat i emërojnë dhe është marrëveshje koalicionit. Mendoj se është ndoshta një deklaratë e përshpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Nuk besoj se ka një marrëveshje do kisha thënë përfshirje në emërtimet dhe shkarkimet e funksionarëve të partive. Në gjithmonë ka kështu keq kuptime mes partnerëve të koalicionit, po besoj se do të kalohen. Unë besoj se propozimin e emërimit dhe shkarkimit e bëjnë partitë të cilat i bëjnë propozimet edhe për shkarkim. Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ми представува огромно задоволство денес да присуствувам во ова училиште, каде што покажавме дека синергијата меѓу владата, локалната самоуправа и добриот менеджмент на училиштето можат да создаваат добри дела, односно подобрување
на инфраструктурата низ училиштата во Македонија, што секако ќе представува мотив и за учениците и за наставниците, односно општо добро. На овој начин, вложувајќи во инфраструктурата, го менуваме изгледот на македонското образование. Денес е последен ден од учебната година и еве ја одбележуваме со еден прекрасен проект и ја користам приликата на сите ученици да им го честитам успехот кој го постигнале оваа година, да им пожелам убав одмор и балансирано одмарање и доучување на она што е потребно, на наставниците да се подготват за 1 септември, секако на директорите на училиштата исто така да се подготват за почетокот на следната година. Министерството ова лето ќе работи, но затоа на 1 септември сите ќе бидеме задоволни. Уште еднаш честитки. Темничарко, кога ќе се радуват и учебниците од цело срце и више нема школа, учат во една школа што е изградена во 1963 година. Така? Не, Селце. Селце. Мене ми е жал што во изминатиот период претходната влада не покажала малку повеќе разбирање за горечките проблеми. Постојано се вложува, како што сами гледате, од доаѓањето на новата влада наваму и новата локална самоуправа наваму, постојано се вложува во инфраструктурата, но јас исто така повторувам, оти е важно да се знае. За една година волку може да се направи, за 2 години уште толку и така натаму, и така натаму. Ги знаеме приоритетите, информирани сме. Постои реконструкција на училишните згради, градиме училишни згради, 32 милиони евра оваа година, значи инвестираме во инфраструктура, 7 училишни згради, 20 училишта се реновираат, во моментов 4 спортски сали, ќе се реновираат нови, ќе се градат нови, јас само молам за малку трпение. Се ќе дојде на ред. Така да не се грижат луѓето, се што можеме ќе правиме. Ако спомнавте учебници, да, на 1 септември ќе ги има, ако добро ве разбрав. Ќе имат сигурно сите ученици дека Утре ќе држам прес за учебниците и ве молам внимателно да го следите, затоа што очигледно има некакви недоразбирања меѓу раководствата на училиштата, па и меѓу некои општини и централната власт. Учебници треба да има за секое дете. Министерството ќе обезбеди учебник за секое дете. Постојат некои недоразбирања, каде што се бара учебници кои реално ги нема, и реално немаше ни учебници затоа што училиштата не ги побарале од Министерството. Оваа година сериозно ќе се потрудиме тој предизвик да го надминеме и токму затоа утре ќе имаме прес, ве молам да следите, се во детали ќе биде опишано за да не доаѓа до такви недоразбирања. Повели, тука сум. Значи, пешалбарите што се нашите суграѓани, кај албанците нема многу наставници. Се планира за да се пратат таму? Нема ни тука и македонците, нема ни кај албанците, ни кај македонците. Во тек сме и со тој проблем. Планираме секоја година да зголемуваме одреден број. Но имав искуство во неколку држави во кои иселениците сами се организираат да си најдат наставник од локално ниво. Оти тие меѓу себе имаат и по некој наставник. Доколку тие го обезбедат наставникот, затоа што е полесно да е од таму, отколку да патува од Македонија, да има одвоен живот од семејството, ние максимално ќе ги поддржиме. И не е битно дали се албанци или македонци, и турци, и срби, и така натаму. Сегде каде што има потреба, максимално ќе поддржиме и ќе направиме се што можеме. Ви благодарам.